Ajeti i dytë, Shuaibi ka pas të lashet madhe. Prej surës Araf 89. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. Wallahi kur po lexoj këtë ajetin, po më shkon ndërmend njësoj Miloševići me neve çështu ka bën. I kanë thënë Shuaibit, popullish. Wa qala al-mala'u alladhina istakbaru, mendem dhajt forca prej kombit ti. O Shuaib, ty edhe ata që janë me ty kena me dëbuar prej vendeve tona, kena me të nxjerr jashtë. A se boni këtë plan Serbia? Plan e ka po. Shesheli që shtu ka paston një 30% i mytim, 30% i qesim jashtë, 30% i rëbnojmë edhe. Kosova je velika Serbia, u kry puna. Edhe do alati kanë pasë, do shpionat këtë ne i kanë pasë që. Možemo li? Možete. Ban, se e hajnë. Mirë po Allahu s'pas ka thonë kështu. Po thot, o Shuaib, ja kini me bon si kur që pju thona na juve, ose ty me kret kena mi u debuar nga vendi janë. Shuaibi po i kthehet. A vole u kuna kerihin? Edhe nëse na nuk punajmë ju që shdoni, ju kundërvihemi, e në fund po i thët, Alallahi të dhe kelna, popullit vetë kundërshtar, na ju kemi mbështet Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahi, inshallah, as një pik e gjakut kosovar nuk o derdh, pa kon në dëshmit Allahut, inshallah wa ta'ala. Allah i boft rahmet dëshmorët tonë. Allah ju dhash sabër aty në nonave të cilat akoma e vlatë si kanë gjallë. E janë tu djekë për ta. Marrë në moment qëfar prindër, qëfar nona, qëfar gra, vetëm t'i gjejmë ku janë dëvërosur, ani që kanë vdekë po pajtohena. Allah ju forcoft ato motrat tona edhe ata vlaznit tonë.